Monika Kryemadhi gjatë dëshmisë së saj para SPA ka akuzuar institucionet për manipulime dhe kërcënime ndaj dëshmitarëve të çështjes së inceneratorëve. Ajo tha se një dëshmitar është mbajtur në burg për 3 muaj për të shpërndar frikë dhe se qytetarët vazhdojnë të paguajnë për inceneratorët që nuk ekzistojnë. Kryemadhi gjithashtu e cilësoi gjyqin ndaj saj si politik pasi ka folur për dosjen e inceneratorëve. Po ju them dy gjëra, janë 2 letër porosi. Njëra është që është çuar në Angli dhe një tjetër që është çuar në Amerikë, por do t'ju bëj me dije më vonë. Jam skandalizuar nga mënyra se si këto 2 institucione, këto 2 shtete janë përgjigjur prokurorisë së posaçme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i thonë, a keni vendim gjykate për sekuestrimin e telefonit Monika Kryemadhit? Dhe SPA-ku ka gënjyer dhe thotë që po, kemi një vendim gjykate, ku ju çon vendimin e gjykatës për sekuestrimin e telefonit të mamas time, pa e cilësuar dhe pa çuar vendimin e gjykatës. E para. E dyta, i thotë që mamaja Monika Kryemadhit ka të ardhura vetëm si pensioniste. Ndërkohë, po ju a bëj me dije që mamaja ime ka ardhur në Tiranë 162-shin dhe ka punuar dhe i ka me dokumenta, me bank, me gjitha të ardhurat që justifikon blerjen e shtëpisë saj. Pavarësisht se këta nuk duan ta pranojnë dhe nuk e quajnë, por ne duke dalë në televizor dhe do t'i shikojmë edhe transfertat bankare, do të shikojmë edhe kontratat notariale e shumë gjëra të tjera. Ndërkohë që nga ana tjetër, Britania e Madhe ju thotë, ore zotri, se po na keni shpjeguar gjithë telefonin e kësaj zonjës dhe gjithë kurikulum vitan e zotit Meta. A mund të na thoni cili është krimi që ka bërë zoti Meta këtu? Dhe zonja Kryemadhi se nuk po shohim krim. Dhe tjetra, mos u talli me ne se ne nuk kemi stacker që ndjekim njerëzit dhe ju përgjojmë mesazhet e telefoneve. Kështu që të dashur kolegë, nuk besoj zonja Kryemadhi se britanikët nuk flasin përmes letër porosive. Jo, kur të ulemi në kafe, përmes letër porosive në këtë mënyrë, mund t'ia thoni gjykatës. Po patjetër, kur të ulemi do të ta tregoj Klodi. Jo, do të ta tregoj letrën që ta shikosh dhe aty kam kuptuar që prandaj mungesa e seriozitetit të institucioneve tona të luftës kundër krimit është shumë e madhe. Kjo është një nga arsyet që edhe Britania e Madhe, edhe Italia, edhe shumë vende të tjera bëjnë aksione të veçanta nga gjithë institucionet tona, sepse dekonspirimi që bëhet që nga kjo zyrë këtu mbrapa dhe deri në zyrat e policisë është e jashtëzakonshme. Pavarësisht për fatin ton të keq, fati i shqiptarëve është në duart të bandave kriminale, ne e dim shumë mirë sot se çfarë ndodh. Është vetëm një njerëz që vërtet dhe që u përmend emrat faktikisht të bandave, me emër e me mbiemër, që është i madhërisht me Sali Berisha. Kështu që të tjerët pastaj marrojnë në një punë të vogël, siç ka ndodhur gjithmonë rëndom në politikë. Ju faleminderit.